Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju përshëndes përzemërsisht në këtë kohë të shenjtë të Krishtlindjes. Me ju është domoshtjefni. Krishtlindja përveç se është një datë në kalendar, një festë me drita, këngë dhe tryeza familjare, ajo është një ngjarje që na përfshin personalisht, sepse na flet për një hyj që nuk qëndron larg, por vjen pranë njeriut, hyn në historinë tonë, në jetën tonë konkrete. Sot në emisionin tonë të përjavshëm pyetje përgjigje nga fusha e teologjisë morale, dëshiroj të ndalemi pikërisht te kjo pyetje themelore. Çfarë do thot Krishtlindja për mënyrën si jetojmë, si zgjedhim dhe sillemi me njëri tjetrin? Sepse feja krishtere nuk është vetëm çështje besimi në mendje, por besim i jetuar. Krishtlindja nuk na fton vetëm të ndjejmë, por të reflektojmë. Jo vetëm të festojmë, por të marrim përgjegjësi. Jo vetëm të kujtojmë një ngjarje të kaluar, por të lejojmë që ajo të ndikojë sot në jetën tonë morale. Në këtë emision do të shtrojmë dhe do të trajtojmë disa pyetje të rëndësishme, delikate dhe shumë aktuale. Çfarë ndryshon në jetën tonë morale fakti që hyi u bë njeri? A është Krishtlindja vetëm një festë emocionesh apo një thirrje për kthes të brendshme? Si e shohim dinjitetin e çdo njeriu në dritën e mishërimit? Çfarë na mëson Betlehemi për stilin ton të jetës, për familjen, për të varfrit, për shoqërinë? Këto nuk janë pyetje teorike, por pyetje të jetës përditshme. Pyetje që secili prej nesh i bart në zemër, ndoshta edhe pa i artikuluar. Të dashur vëllezër dhe motra, prandaj ju ftoj që gjatë këtij emisioni të mos i jeni vetëm dëgjues, por bashk reflektues. Të reflektojmë së bashku. Të dëgjojmë jo vetëm me vesh, por edhe me zemër. Ta pyesim veten, ku po lind Krishti sot në jetën time? Dhe çfarë po më kërkon ai konkretisht? Le ta fillojmë këtë rrugtim reflektimi duke vendosur Krishtin në qendër, jo vetëm të festës, por edhe të zgjedhjeve tona. Po fillojmë me pyetjen e parë, çfarë ndryshon konkretisht në jetën morale të një krishteri fakti që hyi u bë njeri? Kjo pyetje na çon në zemrën e Krishtlindjes dhe njëkohësisht në zemrën e teologjisë morale të krishterë. Fakti që hyi u bë njeri nuk është vetëm një e vërtet dogmatike që ne e besojmë, por është një ngjarje që e transformon mënyrën se si jetojmë. Me mishërimin, morali krishter nuk mbetet më një listë rregullash apo ndalesash, por bëhet një mënyrë jetese e mishruar, konkrete, e prekshme. Para së gjithash, hyi duke u bërë njeri, e shenjtron jetën njerëzore nga brenda. Ai nuk na mëson moralin nga larg, nga qielli, por duke hyrë në historinë tonë, në përditshmërinë tonë, në trupin tonë, në marrëdhëniet tona. Kjo do të thotë se asgjë njerëzore nuk është e parëndësishme për hyin. Puna jonë, lodhja, familja, dhimbja, gëzimi, vendimet e vogla të përditshme. Konkretisht, kjo sjell një ndryshim themelor. Morali krishter nuk është më çfarë duhet të bëj, por si duhet jetoj si njeri i bashkuar me Krishtin. Së dyti, mishërimi na tregon se dinjiteti i njeriut nuk varet nga suksesi, fuqia apo morali i përsosur, por nga fakti se hyi vetë zgjodhi të marrë natyrën tonë njerëzore. Prandaj në jetën morale të krishter, askush nuk është i pavlerë, askush nuk është i humbur për gjithmonë, askush nuk është i përjashtuar nga dashuria e hyjit. Kjo ka pasoja shumë konkrete morale, si i shohim të varfrit, të smurët, mëkatarët, ata që gabojnë, ata që nuk mendojnë si ne. Nëse hyi u bë
njeri për ta, ne nuk kemi të drejtë t'i përjashtojmë. Së treti, Krishtlindja na mëson se hyje nuk imponon moralin me forcë, por e propozon përmes dashurisë. Jezusi nuk vjen si ligjvënës i ftohtë, por si fëmijë i pambrojtur. Kjo ndryshon rrënjësisht mënyrën si e kuptojmë bindjen morale, jo nga frika, jo nga detyrimi i jashtëm, por nga përgjigja e lirë ndaj një dashurie që na paraprin. Prandaj morali krishter lind nga marrëdhënia, jo nga presioni, nga unë jam i dashur, e jo nga unë duhet jemi përsosur. Së fundi, mishrimi na kujton se shenjtëria nuk është larg jetës së zakonshme, por kalon përmes saj. Jezusi jetoi vitet të tëra në heshtje, në punë, në familje. Kjo do të thotë se ndershmëria në punë, durimi në familje, falja në marrëdhënie, besnikëria në gjërat e vogla janë vende konkrete ku jetohet morali i Krishtlindjes. Pra, çfarë ndryshon konkretisht? Ndryshon gjithçka. Nga morali i rregullave kalojmë te morali i mishrimit. Nga çfarë kërkon ligji te çfarë do Krishti i mishruar prej meje sot. Krishtlindja na thot, je njeri me zemër të hapur, sepse hyj vet u bë njeri për ty. Pyetja e dytë, është Krishtlindja vetëm një festë ndjenjash apo një thirrje për kthes morale dhe përgjegjësi personale? Krishtlindja prek thellë ndjenjat tona, emocionet, gëzimin, mallin, nostalgjin, ngrohtësinë familjare. Dhe kjo nuk është diçka e keqe. Përkundrazi, feja e krishterë nuk i përjashton ndjenjat, ajo i merr seriozisht. Por problemi lind atëherë kur Krishtlindja mbetet vetëm në nivelin e emocioneve, pa e prekur jetën tonë konkrete. Nga këndvështrimi i teologjisë morale, Krishtlindja është më shumë se ndjenjë, është thirrje. Thirrje për kthes, për përgjegjësi dhe për një mënyrë të re jetese. Nëse hyji u bë njeri, kjo do thotë se ai hyn historinë tonë jo për të na emocionuar për një natë, por për të na shndërruar jetën. Krishtlindja na pyet heshturazi, a do të mbetet kjo festë vetëm një moment i bukur, apo do të bëhet një pikë kthese në jetën time? Moralisht, kthimi që kërkon Krishtlindja nuk është dramatike apo spektakolare. Nuk na kërkohet të bëjmë gjëra të jashtëzakonshme, por të marrim seriozisht jetën e zakonshme. Pikërisht aty hyi vendosi të vijë. Krishti lind si fëmijë i pambrojtur dhe kjo na ve përballë një pyetje morale shumë konkrete. Si sillim unë me ata që janë më të dobët se unë? A jam i ndjeshëm ndaj nevojave të tjetrit apo i mbyllur në rehati? A e përdor pushtetin, fjalën, pozitën time për të ndërtuar apo për të shtypur? Kjo është arsyeja pse Krishtlindja është thirrje për përgjegjësi personale, jo përgjegjësi abstrakte, por shumë konkrete, përgjegjësi në familje, përgjegjësi në punë, përgjegjësi në marrëdhëniet tona, përgjegjësi për mënyrën si flasim, si gjykojmë, si falim. Ndjenjat kalojnë, atmosfera festive mbaron, por morali i Krishtlindjes fillon pikërisht kur dritat fiken dhe jeta vazhdon. Në këtë kuptim, mund të themi se Krishtlindja na çliron nga një rrezik i madh, religioni i ndjenjave pa kthim të zemrës. Një fe që prek zemrën, por nuk ndryshon jetën, mbetet e paplot. Krishti nuk erdhi vetëm për të na prekur, për të na lënë bresa, por për të na thirrur. Kjo kthes morale nuk është e bazuar në frikë apo faj, por në mirënjohje. Sepse kur e kuptojmë se hyi u afrua kaq shumë, lind pyetja natyrshme,
Si të mos ndryshoj diçka në jetën time kur jam kaq i dashur? Prandaj Krishtlindja është një thirrje e butë, por e qartë, nga indiferenca në ndjeshmëri, nga vetëmjaftueshmëria në hapje, nga zakoni në zgjedhjet vetëdijshme morale. Në fund, Krishtlindja na fton të mos e pyesim vetëm si u ndjeva këtë fest, por çfarë po ndryshon konkretisht në jetën time pas kësaj Krishtlindjeje? Sepse aty fillon morali i vërtet i mishërimit. Kalojmë te pyetja e tretë, si ndikon misteri i mishërimit në mënyrën si e shohim dinjitetin e çdo njeriu pa përjashtim. Misteri i mishërimit është pohimi më i fuqishëm që feja krishtere bën për dinjitetin e njeriut. Kur themi se hyi u bë njeri, ne po themi diçka revolucionare. Natyra njerëzore është aq e çmuar sa vetë hyi e mori mbi vete. Kjo do të thotë se dinjiteti i njeriut nuk varet nga ajo që bën, por nga ajo që është. Nuk buron nga suksesi, morali i përsosur, shëndeti, mosha, priardhja apo bindjet, por nga fakti se njeriu është i dashur nga hyi dhe i përfshirë në planin e tij të shpëtimit. Moralisht, kjo ka pasoja shumë konkrete. Nëse hyi u bë njeri, atëherë nuk ka jetë pa vlerë. Nuk ka njeri të tepërt. Nuk ka person që mund të reduktohet nga gabimet e tij. Kjo është arsyeja pse kisha mbron jetën njerëzore nga ngjizja deri në vdekjen natyrore, jo si qëndrim ideologjik, por si rrjedhoj logjike e mishërimit. Jezusi nuk bën njeri vetëm për disa, por për gjithë. Në Krishtlindje shohim diçka shumë domethënëse. Hyi nuk zgjodhi pallatin, por varfrin. Nuk zgjodhi fuqin, por dobësin. Nuk zgjodhi elitën, por periferin. Kjo na detyron të pyesim veten moralisht. Kë e quaj unë të rëndësishëm dhe kë e lë mënjan? Kë e respektoj dhe kë e shoh si barë? Mishërimi na mëson se mënyra si i trajtojmë më të dobtit është një provë e drejt për drejt e besimit tonë feson. Sepse aty ku shfaqet përbuzja, përjashtimi apo indiferenca, moskokçarja, aty mohohet në heshtje logjika e Krishtlindjes. Nga ana tjetër, kjo nuk do të thotë se të gjitha veprimet janë të mira apo se e keqja relativizohet. Teologjia morale dallon qartë ndërmjet dinjitetit të personit, që është i paprekshëm, i pacenueshëm, dhe veprimeve që mund të jenë të gabuara. Ne jemi të thirrur ta kundërshtojmë mëkatin, por kur të mos e mohojmë dinjitetin e mëkatarit. Kjo ka rëndësi të madhe sot në një shoqëri që shpesh etiketon, gjykon shpejt, përjashton ata që nuk përshtaten. Krishtlindja na rikujton se çdo njeri është një vend takimi me hyen. Vend takimi, njeriu, vend takimi me hyen. Edhe ai që gabon. Edhe ai që është larg. Edhe ai që nuk mendon si ne. Prandaj, misteri i mishërimit na kërkon një kthes morale shumë konkrete, më pak gjykim, më shumë respekt, më pak etiketa, etiketime, më shumë dëgjim, më pak përjashtim, më shumë shijir. Në fund mund ta përmbledhim kështu. Nëse hyi nuk u turprua të bëhet njeri, ne nuk kemi asnjë arsye
të përbuzim asnjë njeri. Ky është morali i Krishtlindjes i shkruar jo në libra, por në jetën tonë të përditshme. Pyetja 4, a mund të flasim për moral të krishter pa Krishtin në qendër të jetës sonë? Kjo pyetje është thelbësore sepse prek një rrezik real, të kemi moral pa Krisht, rregulla pa marrëdhënie, etik pa ungjill. Teologjia morale e kishës është shumë e qartë, nuk ka moral të krishter pa Krishtin në qendër. Morali krishter nuk fillon me urdhrime, por me një takim. Me takimin me Jezusin e gjallë. Vetëm pas këtij takimi lind pyetja morale, si duhet të jetoj tani. Nëse nxjerrim Krishtin nga qendra, atëherë morali bëhet legalizëm. Shndrohet në presion, perceptohet si barë e rënd dhe jo si rrugë lirie. Jezusi nuk tha, ndiqni rregullat e mia, por jeni pas meje. Kjo do të thotë se morali është shkuarja pas një personi, jo zbatim mekanik i normave. Krishtlindja na e bën këtë shumë qartë. Krishti nuk vjen me një kod moral në dorë, por me një jetë për të jetuar. Ai jeton, dashuron, fal, duron, shërben, dhe pastaj na fton ta ndjekim. Prandaj morali i krishter është imitimi i Krishtit. Kur Krishti është në qendër, rregullat marrin kuptim. Pa të, ato bëhen të pakuptueshme ose të rënda. Me të, edhe kërkesat më të vështira morale bëhen të mundshme, sepse lindin nga marrëdhënia e dashurisë. Kjo është shumë aktuale sot, dashur vëllezër dhe motra, të dashur miq. Shpesh njerëzit thonë, unë besoj në Zot, por jo në rregullat e kishës. Ose jam njeri i mirë pa pasur nevojë për fe. Por morali krishter nuk është thjesht njeri i mirë sipas kritereve të botës, por të jetosh jetën në dritën e Krishtit. Pa këtë dritë, morali e humb horizontin e shpresës dhe të faljes. Një tjetër rrezik është moralizmi. Të flasim shumë për mëkate dhe pak për hirin e shenjtë. Por pa hirin, pa Krishtin, njeriu lodhet dhe dorëzohet. Morali pa Krisht prodhon ose krenari, jam më i mirë se tjerët, ose dëshpërim, nuk ja dal kurrë. Krishtlindja na çliron nga ky rreth vicioz. Ajo na kujton se Zoti na do para se të na kërkoj diçka. Na fal para se të na gjykoj. Na shoqëron para se të na korrigjoj. Prandaj përgjigjja është e qartë, jo, nuk mund të flasim për moral të krishter pa Krishtin në qendër. Sepse pa të, morali humb shpirtin. Me të, morali bëhet rrugë jete. Dhe Krishtlindja na fton ta vendosim sërish Krishtin në qendër, jo vetëm në grasht, por në zemër, në zgjedhje, në vendime të përditshme. Kalojmë te pyetja 5, çfarë na mëson lindja e Jezusit në varfëri pas stilin ton, në fakt për stilin ton të jetës sot? Lindja e Jezusit në varfëri nuk është një detaj folklorik i tregimit krishtlindjes, të kërshëndellave. Është një zgjedhje e vetëdijshme e hyjit dhe për rrjedhoj një mesazh i fortë moral për mënyrën si jetojmë ne sot. Hyi nuk zgjodhi të vinë në botë me siguri, rehati dhe privilegje. Ai zgjodhi varfërinë,
thjeshtësinë, pasigurinë. Jo sepse varfria është qëllim në vetvete, por sepse dashuria e vërtet nuk ka nevojë për teprime. Ajo ka nevojë për hapësirë në zemër. Moralisht, kjo na vë përballë një pyetje të drejtë për drejtë. A është stili im i jetës në shërbim të jetës, apo jam rob i gjërave që posedoj? Lindja e Jezusit në grazh na mëson se njeriu nuk vlen për ato që ka, por për ato që është. Në një shoqëri që shpesh e madh vlerën e njerit me pasuri, status dhe konsum, Krishtlindja sjell një logjik tjetër, logjikën e mjaftueshmërisë dhe të lirisë brendshme. Kjo nuk do të thotë se çdo i krishter duhet të jetojë në varfëri materiale, por do të thotë se çdo i krishter është i thirrur të jetojë me zemër të lirë nga varësia ndaj pasurisë. Pasuria bëhet problem moral jo kur ekziston, por kur sundon. Konkretisht, lindja e Jezusit në varfëri na fton të dallojmë mes nevojës dhe luksit. Të jetojmë me thjeshtësi, jo me mungesë dinjiteti. Ta përdorim të mirën, të mirat, por të mos identifikohemi me to. Jemi shumë më shumë se ajo që kemi. Në kohën e Krishtlindjes, kjo sfidë bëhet edhe më e dukshme. Kur festa shndrohet në garë për dhurata, shpenzime dhe pamje të jashtme, dukje, dekorime, rrezikojmë ta humbim thelbin. Moralisht, kjo na kërkon një ndalesë të sinqertë. Apo e festoj Krishtlindjen për të mbushur shtëpinë, apo për të hapur zemrën. Varfëria e Betlehemit na mëson edhe një gjë tjetër thelbësore. Zoti identifikohet me të varfrit. Kushdo që i përjashton, i harron apo i injoron ata, rrezikon të mos e njoh Krishtin as sot. Sepse ai vazhdon të vinë në botë përmes atyre që kanë më pak. Prandaj stili i jetës krishter i ndriçuar nga Krishtlindja nuk matet me atë sa kemi, por me atë sa dim të ndajmë. Jo vetëm gjërat materiale, por kohë, vëmendje, praninë tonë njerëzore. Në fund, lindja e Jezusit në varfëri na liron nga një iluzion i madh, se lumturia blihet. Krishtlindja na kujton se lumturia lind aty ku ka dashuri, thjeshtësi dhe hapje ndaj tjetrit. Dhe kjo është një zgjedhje morale e përditshme. Pyetja e 6 është problem moral, mënyra si e festojmë Krishtlindjen me teprim, shpenzime dhe garë për dhurata. Kjo pyetje prek një realitet që shumica prej nesh e përjetojmë, por rrallë e emërtojmë. Teologjia morale nuk ka frikë t'i shoh gjërat me sy të kthjellët. Dhe po, mënyra si e festojmë Krishtlindjen mund bëhet problem moral, nëse humbet lidhjen me kuptimin e saj të vërtet. Vetë festa nuk është problem. Gëzimi, dhuratat, tryeza familjare janë shprehje të bukura njerëzore. Por, problemi lind kur teprimi e zë vendin e kuptimit. Kur shpenzimi bëhet qëllim në vetvete dhe kur dhurata zëvendëson marrëdhënien, raportin. Moralisht, teprimi është problem jo sepse kemi shumë, por sepse shumë shpesh fsheh një zbrazti të brendshme. Konsumerizmi na premton lumturi të shpejtë, por nuk na jep kuptim. Dhe Krishtlindja, në vend që të na çliroj, rrezikon të na lodh. Në këtë kuptim, gara për dhurata mund të kthehet në padrejtësi të heshtur, krijon presion financiar, shkakton ndjenjë faje tek ata që nuk munden, zhvendos vëmendjen nga personi te objekti, te gjosendet.
Kjo bie ndesh me logjikën e Krishtlindjes, ku hyn adhurohet vet, jo gjëra. Dhurata më e madhe e Krishtlindjes nuk është ajo që ne japim, që sende, por ajo që marrim falas, Krishtin. Konzumerizmi krijon edhe një tjetër rrezik moral, zhduk ndjeshmëri ndaj të varfërve. Kur gjithë energjia shkon te blerja dhe shpenzimi, ne nuk e shohim më tjetrin. Por Jezusi lindi i varfër pikrisht për të na mbajtur të hapur këtë sy, këtë vigjilencë. Kjo nuk do të thotë se çdo shpenzim është mëkat. Jo. Morali krishter nuk është kundër gjërave, por kundër skllavërisë ndaj gjërave. Pyetja e drejtë morale nuk është a bleva dhurata, por a jam i lirë nga presioni për të blerë? Apo e jetoj këtë fest me paqe apo me ankth? Një feste krishterë që na lë të zbrazët, të lodhur dhe të mërzitur, diçka ka humbur nga shpirti i saj. Krishtlindja na fton të rimendojmë mënyrën si festojmë. Më pak krahasim, më shumë mirënjohje. Më pak garë, më shumë prani. Më pak teprim, më shumë domethënie. Në fund, problemi moral nuk është se kemi shumë gjëra në shtëpi, por se rrezikojmë të mos kemi hapësirë në zemër. Dhe pikrisht aty dëshiron të lindë Krishti. Kalojmë te pyetja 7, si ta dallojmë gëzimin e krishter nga konsumerizmi që e zbraz festën nga kuptimi i saj. Në pamje të parë, gëzimi i Krishtlindjes dhe konsumerizmi duken të ngjashëm, të dy flasin për festë, drita, dhurata, atmosferë, por në thelb ata janë dy realitete të ndryshme, krejt ndryshme, me pasoja të ndryshme morale dhe shpirtërore. Gëzimi i krishter buron nga një prani, jo nga një posedim. Ai lind nga fakti se hyj është me ne. Se jemi të dashur, se nuk jemi vetëm. Konsumerizmi përkundrazi buron nga mungesa, gjithmonë na mungon diçka tjetër për qenë të lumtur. Një shenjë e qartë dalluese është kjo. Gëzimi i krishter sjell paqe. Konsumerizmi sjell ankth. Kur gëzimi vjen nga Krishti, ne ndihemi të qetë, mirënjohës, të lirë. Kur vjen nga konsumi, ne ndihemi të lodhur, të krahasuar me tjerët, gjithmonë ndjekje diçka e më shumë. Një tjetër dallim i rëndësishëm moral është kohëzgjatja. Gëzimi krishter nuk mbaron me përfundimin e festave. Ai mbetet edhe në ditët e zakonshme, edhe në vështirësi. Konsumerizmi përkundrazi ka afat shkurtër. Sa po kalon festa, zbraztia bëhet më e ndjeshme. Konkretisht mund ta pyesim veten, apo festoj për të dukur, apo për të qenë me të tjerët? Apo shpenzoj për të mbushur një boshllëk, apo për të shprehur dashuri? Apo më afron kjo festë me njerëzit, apo po më largon prej tyre? Gëzimi krishter ka gjithmonë dimension marrëdhënor. Ai rritet kur ndahet me tjetrin, kur dhurohet, kur bëhet shërbim. Konsumerizmi është individualist, secili për vete, secili për kënaqësinë e vet. Një shenjë shumë praktike dallimi është aftësia për të gëzuar me pak sende. Kush gjen gëzim në gjërat e thjeshta, një takim, një fjalë të mirë, një lutje të përbashkët, është
më afër gëzimit Krishtlindjes. Kush ka nevojë për gjithmonë më shumë, për t'u ndjerë mirë, rrezikon të jetë rob i konsumit. Krishtlindja na mëson se gëzimi i vërtet nuk blihet, por pranohet. Nuk prodhohet, por lind si dhuratë. Dhe kjo dhuratë ka një emër: Krishti i lindur për ne. Prandaj, dallimi moral është i qartë. Nëse një fest na bën më të dashur, më të durueshëm dhe më të hapur ndaj tjerëve, ai është gëzimi krishterë. Nëse na bën më të lodhur, më të pakënaqur dhe më të mbyllur, atëherë diçka ka rrëshqitur drejt konsumerizmit. Krishtlindja e vërtet nuk na kërkon shumë gjëra, por na kërkon zemrën. Pyetja 8: a kemi përgjegjësi morale ndaj të varfërve pikërisht në kohën e Krishtlindjes apo gjatë gjithë vitit? Krishtlindja na e zgjon ndjeshmërinë ndaj të varfërve. Në këto ditë zemra jonë bëhet më e hapur, më e butë, më e gatshme për të ndarë. Dhe kjo është diçka e mirë. Por nga këndvështrimi i teologjisë morale, duhet ta themi të qartë: përgjegjësia ndaj të varfërve nuk është sezonale, por është e përhershme. Nëse Jezusi lindi varfër, kjo nuk ishte vetëm për një natë simbolike, por për të treguar se hyi ka zgjedhur të qëndrojë pranë atyre që kanë më pak. Prandaj, kujdesi për të varfrit nuk është thjesht gjestë bujarie, por pjesë përbërëse e besimit krishterë. Moralisht rreziku qëndron këtu: ta shndrojmë bamirësinë e Krishtlindjes në një qetësim ndërgjegjeje, pa ndryshuar qëndrimin ton gjatë vitit. Një dhuratë në dhjetor nuk e zëvendëson drejtësinë në janar. Krishtlindja na thret të shohim të varfrit jo si objekte ndihme, por si persona me dinjitet. Jo si barr, por si vëllezër e motra. Jezusi nuk u identifikua me të varfrit për t'i romantizuar, për t'i bërë më romantik, por për t'i bërë të dukshëm në zemrat tona. Kjo përgjegjësi morale ka disa dimensione shumë konkrete: ndihma materiale kur është e nevojshme, vëmendje njerëzore që shpesh mungon më shumë se buka, drejtësia që kërkon struktura më të ndershme dhe më njerëzore, angazhimi personal, jo vetëm delegimi të tjerët, haqko me ato, haqko te ai tjetri. Krishtlindja është një përkujtese e fortë se dashuria e krishterë nuk është vetëm spontane, por e qëndrueshme. Ajo nuk shpërthen vetëm në momente festive, por ndërtohet çdo ditë me besnikëri. Mjerisht, kjo do të thotë të pyesim veten se jam duke jetuar kështu. Dhe moralisht duhet ta pyes veten: a jam i ndjeshëm ndaj të varfërve vetëm kur atmosfera është festive? A vazhdon kjo ndjeshmëri edhe kur askush nuk më sheh dhe nuk më përgëzon? Në fund, mund ta themi kështu: Krishtlindja nuk e shpik përgjegjësi ndaj të varfërve, por e zbardh atë, që të ndrit. Ajo na kujton se aty ku është i varfri, aty është edhe Krishti. Dhe nëse e pranojmë Krishtin në Betlehem, jemi thirrur ta pranojmë atë edhe në rrugët e jetës përditshme, gjatë gjithë vitit. Pyetja 9: çfarë mesazhi moral sjell familja e shenjtë për familjet tona sot, shpesh të lodhura e të thyera?
Kur flasim për familjen e shenjtë, Jezusin, Marin dhe Jozefin, rrezikojmë ta idealizojmë, ta shohim si një familje perfekte, thënë kështu, larg realitetit ton. Por nëse e lexojmë Ungjillin me vëmendje, zbulojmë diçka krejt tjetër. Familja e shenjtë ishte një familje sprovuar, jo e mbrojtur nga vështirësitë, ajo përballë me pasiguri, mos kuptim, varfëri, migrim të detyruar me zor, frikë për jetën e fëmijës. Moralisht, ky është një mesazh shumë i fuqishëm. Shenjtëria nuk do të thotë mungesë problemesh. Shumë e keq kuptojnë këtë, duke menduar që lumturia do të thotë që mos të kemë probleme. Por mënyra si përballojmë ato së bashku me besim dhe përgjegjësi. Familja e shenjtë na mëson se familja nuk ndërtohet mbi përsosmërinë, perfekcionizmin, por mbi besnikrinë. Maria nuk i kuptoi gjitha, Jozefi nuk i kontrolloi gjitha, por të dy qëndruan. Kjo ka një peshë të madhe morale sot në një kulturë ku shpesh zgjidhja e parë ndaj vështirësisë është largimi. Durimi, falja, dëgjimi, sakrifica heshtur. Krishtlindja na kujton se familja është vendi ku mësohet morali i përditshëm pikërisht në këto. Durimi, falja, dëgjimi, sakrifica heshtur. Familja e shenjtë nuk na mëson receta të shpejta, por një qëndrim të mos ikim nga përgjegjësia, edhe kur rruga bëhet e vështirë. Për familjet e lodhura, të thyera apo në krizë, ky mesazh është shumë i rëndësishëm. Hyi nuk largohet nga familjet problematike. Përkundrazi, ai lind pikërisht aty ku ka nevojë për shërim. Moralisht, kjo do të thotë se familja nuk është vetëm një ideal për t'u admiruar, por një realitet për t'u shoqëruar, për t'u imituar. Jo çdo familje është e njëjtë, jo çdo histori është e lehtë, por çdo familje ka dinjitet dhe meriton mbështetje, jo gjykim. Familja e shenjtë na sfidon edhe në mënyrën si e shohim njëri tjetrin brenda familjes, jo si kundërshtar, jo si burim zhgënjimi, por si personat besuar njëri tjetrit nga hyi. Në fund, mesazhi moral i Krishtlindjes për familjet tona mund të përmbledhet kështu: mos kërko familje perfekte, por zemrat gatshme për të dashur dhe për të qëndruar. Sepse aty ku ka dashuri që duron, edhe familjet e thyera mund të bëhen vend shprese. Pyetja e 10 ka të bëj me vetmin, si duhet ta jetojmë Krishtlindjen, sidomos një person që është vetëm i braktisur ose në konflikt familjar. Krishtlindja që për shumë kënd është festë gëzimi, për disa të tjerë mund të jetë koha më e vështirë e vitit. Vetmia bëhet më e dukshme, plagët familjare më të thella, mungesat më të dhimbshme. Teologjia morale nuk e anashkalon këtë realitet, përkundrazi e merr shumë seriozisht. Para së gjithash, duhet ta themi qartë, nuk është dështim moral të ndihesh i trishtuar për Krishtlindje. Ndjenjat nuk janë mëkat. Dhimbja nuk është shenjë mungese feje. Jezusi vetë hyri në botë në kushte vetmie dhe refuzimi, ai e njeh nga brenda këtë përvojë. Moralisht, Krishtlindja për një person të vetëm nuk fillon me detyrimin për të qenë i gëzuar, por me lejimin për të qenë i vërtet. Të mos shtiremi, të mos i mbulojmë plagët me buzëqeshje të rreme. Zoti nuk kërkon maska, por zemrat hapura. Krishtlindja mund të jetohet edhe në heshtje, edhe pa tryezë të madhe.
edhe pa zhurmë festive, sepse thelbi i saj nuk është atmosfera, por prania. Krishti nuk vjen vetëm në shtëpi të mbushura, por edhe në dhomat heshtura. Për ata që janë konflikt familjar, Krishtlindja nuk kërkon zgjidhje të menjëhershme apo pajtime të sforcuara me zor kështu. Moralisht, ajo kërkon një hap të vogël drejt paqes, edhe nëse nuk është gjithçka e zgjidhur. Ndonjëherë ky hap është një lutje, një heshtje pa fyerje, një vendim për të mos e ushqyer urrëtitjen. Kjo është hapi. Për personat e braktisur apo të harruar, Krishtlindja mund të bëhet një moment i thellë takimi me hyn që nuk braktis, sepse pikërisht aty ku mungojnë njerëzit, hyi afrohet më shumë. Kjo nuk e heq dhimbjen, por i jep asaj kuptim dhe shpresë. Moralisht, përjetimi i Krishtlindjes në vetmi mund të marrë këto forma: të pranojmë realitetin pa u mbyllur në dëshpërim, të hapemi ndaj një pranie të vogël, një telefonat, një mesh, një lutje, të mos e izolojmë veten plotësisht, por të lejojmë të tjerët të na afrohen. Por këtu ka edhe një thirrje morale për ne të gjithë, të mos i lëmë të tjerët vetëm, të vetmuar në Krishtlindje. Një fjalë, një vizitë, një përkujtim i vogël mund të jetë vendi ku Krishti lind për dikë tjetër. Në fund, Krishtlindja për të vetmuarin nuk është një festë e humbur, ajo mund të bëhet një takim i thellë me Zotin që erdhi jo për të shmangur dhimbjen, por për ta ndarë atë me ne. Dhe kjo është një shpresë e vërtetë. Kalojmë te pyetja 11 që ka të bëjë me faljen. A është falja një detyrim moral në Krishtlindje edhe kur plagët janë thella? Falja është një nga fjalët më të bukura të Ungjillit, por edhe një nga më të keq kuptuarat. Për Krishtlindje, ajo shpesh paraqitet si diçka e shpejtë dhe e lehtë. Është festë, falni dhe vazhdoni përpara. Por teologjia morale e kishës na fton ta shohim faljen me realitet, me realizëm, me thellësi dhe me respekt për plagët njerëzore. Së pari, duhet ta themi qartë, falja është thirrje morale, sepse buron nga vetë mënyra si hyi na ka falur. Krishti vjen në botë jo për të dënuar, por për të shpëtuar. Në këtë kuptim, falja është pjesë e ADN-s së jetës krishtere. Por kjo nuk do të thotë se falja është emocion i menjëhershëm, apo se ndodh me komandë. Moralisht, falja nuk është ndjenjë, emocion, por vendim i brendshëm, shpesh i dhimbshëm, i ngadalshëm, edhe i përsëritur. Duke e përsëritur. Është shumë e rëndësishme ta dallojmë faljen nga harresa, faljen nga justifikimi i skeqës, faljen nga pajtimi i detyruar. Falja nuk e mohon plagën. Me vetë faktin që ti thu po e fal, kjo nuk do të thotë që nuk ke me kujtu se çka të ka bën. Kujtesa mbetet. Pra falja e pranon se e keqja ka ndodhur. Nuk e relativizon padrejtësinë. Mund më thonë se nuk është asgjë. Nuk e shuan automatikisht dhimbjen, sepse disa hutohen, thotë po unë e kum fal, po tash e kam dhimbjen. Falja bën diçka shumë të thellë moralisht. Refuzon ta mbaj urrëtitjen si busull të jetës.
Pra, refuzoj ta mbaj helmin brenda. Kjo është falja. Krishtlindja na ndihmon ta kuptojmë këtë. Jezusi vjen si fëmijë i pambrojtur, duke treguar se hyi nuk përgjigjet ndaj skeqës me hakmarrje, por me afrim. Kjo nuk e bën të keqen më pak të keqe, por e thyen rrethin e saj. E kur plagët janë thella, falja shpesh fillon me një hap shumë të vogël. Jo me të kam falur gjithçka, por me nuk dua të jetoj i robëruar nga kjo plag. Nuk dua të jetoj i robëruar nga kjo plag. Moralisht, kjo është tashmë një zgjedhje e drejtë. Pra, ti ki me zgjedh zemrën tënde. S'du me majt helmin brenda. Krishtlindja nuk na detyron të bëjmë pajtime të rreme. Kujdes. As të mohojmë dhunën. Kujdes. As të mohojmë abuzimin apo padrejtësinë. Kujdes. Nuk do të thotë që po të detyron me mohu këto. Ajo na afton të mos e lejojmë të keqen të ketë fjalën e fundit në zemrën tonë. Për disa falja do të thotë të rivendosim marrëdhënien, ta ripërtërim, ta shërojmë marrëdhënien. Për të tjerët, falja do të thotë të vendosin kufin të shëndetshëm. Kaç mundem, kaç nuk mundem. Në të dyja rastet morali krishterë kërkon liri të brendshme, jo vetë shkatërrim. Në fund mund të themi kështu: falja për krishtlindje nuk është presion, por rrugë shërimi. Jo një detyrim sentimental, vetëm mund je pak mirë dhe prap me mbet me të vjetër, por një ftesë drejt lirisë. Ti kur fal me hirin e Zotit, me ndihmën e Zotit, atëherë do të jesh i lirë. Dhe edhe kur falja nuk është ende e plot, edhe kur është vetëm një dëshirë e brisht, Krishti i lindur e pranon atë hap të vogël. E pranon. Sepse ai e di se zemra njerëzore shërohet me kohë dhe me hirin shëtnues. Një pyetje tjetër, pyetja 12, ka të bëjë me paqen në familje, si ta ruajmë paqen në familje para në hipokrizi apo shtypje ndrydhje të së vërtetës. Paqja në familje është një nga dëshirat më të mëdha për krishtlindje, por edhe një nga realitetet më të vështira për të jetuar. Shpesh e ngatërrojmë paqen me heshtjen, qetësinë me shmangjen, harmoninë me mos foljen, mos thënien e së vërtetës. Por teologjia morale e kishës na mëson se paqja e vërtet nuk ndërtohet mbi gënjeshtrën, por mbi të vërtetën e jetuar me dashuri. Krishti, princi i paqes, e quhen Biblia, nuk erdhi për të mbuluar konflikte, por për të shëruar. Dhe shërimi nuk ndodh duke i ndrydhur probleme, duke i shtypur, por duke i trajtuar ato me maturi, kohë dhe përgjithësi. Moralisht hipokrizia lind kur themi gjithçka është në rregull, kur nuk është. Buzëqeshim nga jashtë, por vlojmë nga brenda. Sakrifikojmë të vërtetën për të ruajtur një qetësi të rreme. Kjo lloj paqeje, ashtu ta quajmë, nuk është paqe, por tension i shtypur që herët avon shpërthen. Nga ana tjetër, edhe e vërteta mund të përdoret gabimisht, si armë, jo si mjet ndërtimi. Teologjia morale kërkon gjithmonë unitetin e së vërtetës dhe dashurisë, pra, edhe vërteta, edhe dashuria. E vërteta pa dashuri bëhet dhunë. Dashuria pa të vërtet bëhet gënjeshtër.
Si ta ruajmë pra paqen e vërtet? Spari, duke pranuar se jo çdo gjë zgjidhet me njëherë. Paqja shpesh është proces, jo rezultat i çastit. Krishtlindja nuk kërkon që gjithçka të rregullohet për një natë, por që të mos e ushqejmë konfliktin. Së dyti, duke zgjedhur fjalët e duhura dhe kohën e duhur. Jo çdo e vërtet duhet thënë momentin e parë. Heshtja e matur nuk është hipokrizi, por urtësi, mençuri morale. Së treti, duke dalluar mes asaj që mund të ndryshojmë dhe asaj që duhet ta pranojmë përkohësisht. Morali krishter nuk na kërkon të fitojmë çdo debat, por të ruajmë dinjitetin e marrëdhënies. Së katërti, duke mos e absolutizuar veten. Paqja prishet kur secili mendon se ka gjithmonë të drejtë. Përvojtëria është një virtyt thelbësor moral për jetën familjare. Përvojtëria. Krishtlindja na ofron një model të heshtur. Jezusi në grasht. Prandaj duhet medituar Betlehemin, grashtin e Krishtlindjes. Jezusi në grasht. Ai nuk flet shumë, por prania e tij sjell paqe. Kjo na mëson se ndonjëherë paqja lind më shumë nga mënyra si jemi, sesa nga ajo që themi. Në fund mund ta përmbledhim kështu. Paqja e krishterë nuk është mungesë konfliktesh, por vendim për të mos e lënë konfliktin ta shkatërrojë dashurinë. Dhe kjo është një zgjedhje morale që bëhet çdo ditë, jo vetëm për Krishtlindje. Kalojmë te pyetja që ka të bëjë me shoqërinë, çfarë lidhje ka Krishtlindja me mëshirën dhe drejtsinë shoqërore. Shpesh Krishtlindjen e mbyllim brenda sferës private, familja, shtëpia, ndjenjat personale. Por Ungjilli na tregon se Krishtlindja është një ngjarje që ka pasoja shoqërore shumë konkrete. Lindja e Krishtit nuk ndryshon vetëm zemrat individuale, por e sfidon mënyrën si e ndërtojmë shoqërinë. Mëshira dhe drejtësia nuk janë dy rrugë të kundërta. Në dritën e Krishtlindjes ato janë dy anë të së njëjtës dashurie. Mëshira pa drejtësi rrezikon të bëhet sentimentalizëm, thjesht emocione. Drejtësia pa mëshirë rrezikon të bëhet e pamëshirshme, pa shpirt. Krishti lindi varfër, i pambrojtur, i përjashtuar nga strukturat e pushtetit kohës. Kjo është një thirrje morale e qartë. Shoqëria duhet të gjykohet nga mënyra si i trajton më të dobtit. Moralisht, Krishtlindja na kujton se mëshira nuk është vetëm ndihmë personale, por qëndrim i përhershëm ndaj tjetrit. Drejtësia nuk është vetëm ligj, por kujdes që askush të mos shtypet apo përjashtohet. Një shoqëri mund të ketë ligje të forta dhe megjithatë të jetë e padrejtë. Krishtlindja na fton të pyesim veten, apo ndërtojmë struktura që shërbejnë jetën, apo vetëm interesat e disa pak vetëve. Kjo ka rëndësi të madhe sot, kur shpesh shohim indiferencë ndaj të varfërve, mos kokçarje. Normalizim të padrejtësive, duket normale, diçka që është e padrejtë. Lodhje morale përballë problemeve shoqërore. Jemi disi shkrum, jemi raskapitur me probleme. Krishtlindja nuk na lejon të mbyllim syt. Hyri në histori për ta shëruar atë nga brenda. Prandaj besimi, feja që nuk prodhon mëshirë dhe drejtësi shoqërore, mbetet i paplot. Moralisht, kjo do të thotë se i krishteri nuk mund të jetë neutral përballë padrejtësisë. Jo për të bërë ideolog, por për të qenë dëshmitar i dinjitetit njerëzor.
Në fund lidhja është shumë e qartë. Krishtlindja na mëson se hyi është i afërt me njeriun, prandaj edhe njeriu duhet të jetë i afërt me njeriun. Aty ku ka mëshirë që shndrohet në drejtësi, aty Krishtlindja vazhdon të jetojë. Pyetja 14 ka të bëjë me tematikën e indiferencës, gjithsesi mos kokçarjes. A mund të festojmë lindjen e Krishtit dhe të mbetemi indiferent ndaj padrejtësive përreth nesh? Kjo pyetje është e drejtë për drejtë dhe në një farë mënyre e pakëndshme, por teologjia morale nuk shmang pyetjet që na trazojnë ndërgjegjen. Përgjigjja në dritën e Ungjillit është po aq e qartë sa dhe kërkuese. Jo, nuk mund ta festojmë vërtet Krishtlindjen dhe njëkohësisht të mbetemi indiferent mos kokçars ndaj padrejtësisë. Krishti nuk lindi në një botë neutrale, por në një realitet të shënuar nga padrejtësia, dhuna dhe pabarazia. Ai lindi në një pushtet shtyps, në një shoqëri ku shumë njerëz nuk kishin zë. Vetlindja e tij është një shenjë që hyi nuk rri i paanshëm përballë vuajtjes njerëzore. Indiferenca është një problem i madh moral sepse nuk është thjesht mungesë veprimi, por mungesë ndjeshmërie dhe mshurie. Ajo na mbron nga shqetësimi, por na largon nga e vërteta. Dhe Krishtlindja pikërisht këtë bën, na shqetëson, na zgjon, na nxjerr nga rehatia rreme. Moralisht indiferenca mos kokçarja është e rrezikshme sepse e normalizon të keqen. E bën vuajtjen, të themi kështu, zakonshme. Dhe e zhvesh ndërgjegjen nga përgjithësia. Të festosh Krishtlindjen do thotë të pranosh se hyi u afrua me njeriun pikërisht aty ku njeriu vun. Prandaj një besim që nuk e prek padrejtësinë mbetet një besim i mbyllur në vetvete. Pra, një fe që e tillë është vetëm, kështu të themi, për vete. E feja vërtet na çon te tjetri. Kjo nuk do të thotë se çdo i krishter duhet zgjidh të gjitha problemet shoqërore. Morali krishter nuk kërkon heroizma të pamundura, por besnikëri në atë që është brenda mundësive tona. Indiferenca thyhet me hapa të vegjël, por të vërtet, duke mos heshtur përballë padrejtësisë, duke mos u mësuar me dhunë verbale apo morale, duke mbrojtur dinjitetin e njeriut aty ku jemi. Krishtlindja na kujton se Zoti nuk e shpëtoi botën duke qëndruar larg, por duke hyrë në realitetin e saj. Edhe ne jemi të thirrur të mos qëndrojmë spektator. Në fund mund të themi kështu, të festosh Krishtlindjen dhe të jesh indiferent mos kokçars ndaj padrejtësisë është një kundërthënie, sepse aty ku lind Krishti, lind edhe përgjegjësia për tjetrin. Kemi edhe dy pyetje. Pyetja e 15 ka të bëjë me migrantët. Si na sfidon Krishtlindja në raport me migrantët të huaj dhe të përjashtuarit, kur edhe Jezusi ishte i padëshiruar, të themi kështu. Krishtlindja na e tregon Jezusin që në fillim si të refuzuar. Nuk kishte vend për ta në bujtinë. Ky detaj ungjillor nuk është thjesht rrethon historike, por mesazh moral. Ai na zbulon se hyjës zgjodhit hyj në botë nga periferia, jo nga qendra, nga jashtë, jo nga brenda sistemit. Shumë shpejt pas lindjes Jezusi bëhet edhe migrant i detyruar. Familja e shenjtë ikën në Egjipt për t'i shpëtuar dhunës. Kjo do të thotë se Krishti e njeh nga brenda përvojën e pasigurisë, të qenurit i huaj, të jetesës pa garanci. Prandaj në çdo migrant, refugjat apo të përjashtuar, Krishtlindja na fton të shohim fytyrën e Krishtit. Moralisht, kjo na vendos përballë disa pyetjeve shumë konkrete. Si
i shohim të huajt si kërcënim apo si persona me dinjitet? A e lejojmë frikën të na mbyll zemrën? A i gjykojmë njerëzit vetëm nga statusi, dokumentet apo prejardhja? Krishtlindja nuk na kërkon naivitet, por humanitet. Teologjia morale bën dallimin ndërmjet menaxhimit të drejtë shoqëror dhe qëndrimit zemrës. Mund të ketë politika ndryshme, por asnjë politik nuk e justifikon çnjerëzimin të qenurit jo human. Krishti nuk na pyet nëse tjetri është i dobishëm, por nëse është njeri. Dhe kjo është pika ku morali krishter bëhet sfidues. Të huajt, migrantët, të përjashtuarit na trazojnë rehatin, por pikërisht aty zbulohet autenticiteti i besimit ton fetar. Krishtlindja na mëson se mikpritja është virtyt moral, jo dobësi. Frika nuk është kriter moral. Dinjiteti i njerit nuk ka kufi gjeografik. Që të themi që nëse ky vjen prej këtij vendi, ky vlen më shumë se ky tjetri që vjen prej këtij tjetrit vend. Kjo sfidë nuk është vetëm globale, por edhe shumë lokale. Si i trajtojmë ata që nuk përshtaten, që mendojnë ndryshe, që janë në margjina sociale apo morale. Edhe ata janë, të themi kështu, të huaj në një kuptim tjetër. Në fund, mesazhi moral i Krishtlindjes është i qartë. Nëse Jezusi gjeti strehë vetëm në një grazhd, ne nuk kemi të drejtë t'ja mbyllim dyert zemrës askujt. Krishtlindja na fton të zgjerojmë hapësirën e zemrës sonë, sepse aty ku ka mikpritje, aty Krishti ndihet si në shtëpi. Ja, edhe pyetja përmbyllëse që ka të bëjë me jetën publike, a ka Krishtlindja një mesazh moral për politikën, shoqërinë dhe jetën publike? Po, Krishtlindja ka një mesazh moral shumë të qartë për jetën publike, edhe pse nuk është një mesazh ideologjik dhe as partijak. Ajo nuk ofron programe politike, por kritere morale për mënyrën si ndërtohet pushteti, shoqëria dhe bashkëjetesa njerëzore. Krishti nuk lindi në pallat, por në grasht. Ky fakt është thellësisht domethënës për jetën publike. Hy nuk identifikohet me pushtetin, por me shërbimin. Kjo përmbys logjikën e zakonshme të botës, ku vlera matet me forcë, ndikim dhe dominim. Moralisht, Krishtlindja u drejton një pyetje të fortë gjithë atyre që ushtrojnë përgjegjësi publike, por edhe secilit prej nesh në rolin e qytetarit. Për kë ekziston pushteti? Për veten apo për shërbimin e të tjerëve? Krishtlindja na mëson se pushteti i vërtet nuk është ai që imponon, por ai që mbron. Jo ai që përjashton, por ai që krijon hapësirë për jetën. Kjo vlen për politikën, por edhe për çdo formë autoriteti, në familje, në institucione, në shoqëri. Në një botë ku shpesh sundon gjuha e interesit, e përçarjes dhe e frikës, Krishtlindja sjell një gjuhë tjetër, gjuhën e dinjitetit njerëzor. Ajo na kujton se asnjë zhvillim shoqëror nuk është i drejtë nëse lë pas dore më të dobtit. Kjo nuk do të thotë se feja duhet të zaventësoj politikën, por do të thotë se politika pa moral e humb orientimin, ndërsa feja pa përgjegjësi shoqërore e humb besueshmërinë. Krishtlindja i fton të krishterët të jenë qytetarë të ndershëm, njerëz dialogu, jo urrëtieje, zë i ndërgjegjes, jo i përçarjes. Morali i Krishtlindjes në jetën publike nuk shprehet me parulla fetare, por me qëndrime njerëzore, respekt për jetën, drejtësi për të dobtit, refuzim të dhunës, kërkim të paqes. Në fund mund ta themi kështu, Krishtlindja nuk na thot si të fitojmë pushtetin, por si ta përdorim atë nëse e kemi. Dhe nëse nuk kemi pushtet formal, na mëson se edhe qëndrimi ynë i përditshëm ka peshë morale në shoqëri. Sepse aty ku lind Krishti, lind edhe një mënyrë tjetër për të qenë bashk
më njerëzore, më e drejtë, më e përgjithshme. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ndërsa po i afrohemi përmbylljes së këtij emisioni, le të ndalemi për një çast në heshtje të brendshme dhe ta pyesim veten me sinqeritet. Çfarë po marr me vete nga kjo Krishtlindje? Çfarë? Kemi reflektuar së bashku mbi faktin se Krishtlindja nuk është vetëm një kujtim i bukur, por një ngjarje që vazhdon të na thrasë. Hyji që u bë njeri na fton edhe sot të jetojmë si njerëz të vërtet, me zemër të hapur, me ndërgjegje të gjallë dhe me përgjegjësi ndaj njëri tjetrit. Teologjia morale na kujton se feja nuk matet vetëm me atë që themi, por me atë që jetojmë çdo ditë, në familje, në punë, në shoqëri, në mënyrën si i trajtojmë më të dobtit, si falim, si qëndrojmë përballë padrejtësisë. Krishti nuk lindi për të na gjykuar nga larg, por për të ecur me ne, për të qenë me ne. Ai nuk na kërkon përsosmërit më njëhershme, perfekcionizëm, jo, por zemra të gatshme për të ndryshuar. Nganjëherë mjafton një hap i vogël, një fjalë më pak e ashpër, një falje e nisur, një dorë e shtrirë, një indiferencë e thyer. Krishtlindja na mëson se shenjtëria nuk qëndron larg jetës së zakonshme, të rëndomt. Ajo lind aty ku ka dashuri që duron, drejtësi që mbron, mëshirë që shëron, shpresë që nuk dorëzohet. Prandaj, kur të mbyllen dritat festive dhe të rifilloj përditshmëria, mos ta lëm Krishtlindjen pas nesh. Ta mbajmë gjallë në mënyrën se si flasim, si zgjedhim, si sillemi, sepse aty ku jetohet dashuria e mishëruar, aty Krishtlindja vazhdon. Me ju ishte Dom Shtjefën Dodës, drejtor programin Radio Marinë e Kosovës. Ju falenderoj për dëgjimin, për vëmendjen dhe për bashkëudhëtimin shpirtëror në këtë emision. Uroj që kjo kohë e shenjtë jetë për secilin prej jush burim paqeje, shprese dhe force për jetën e përditshme. Zot ju bekof dhe ju dhënë hirin që Krishti të lind gjithnjë më shumë në zemrat dhe veprimet, veprat tuaja. Bekimi hyj gjithëpushtetshëm, Ati e Biri dhe Shpirti i Shenjtë ardh mbi ju dhe qëndroft përgjithmonë. Amen.